Për studentët nuk ishin, sipas tyre, nuk ishin shumë të përshtatshëm, për shkak që kam pasur ose shumë gramatik, ose shumë gjëra që nuk i kam parë të nevojshme. Edhe unë personalisht, kur i kam krahasuar, se ceka tash po lidhem prap me disa gjuhë të cilat me vetë dëshirë, italishtën, spanishtën që i kam, gjermanishtën që i kam vijuar për t'i mësuar disa nivele ose disa njohuri, edhe i krahasosha libra, se unë kam qenë studente atyre librave dhe shoh për shembull rrjedhim si rrjedhojnë gjanat, si është e strukturuar libri, do të thotë me gjëra pak më bazike, me shumë ilustrime, me rrjedhoja mandej pak që shkojnë duke shtuar si nivel ose fjalë të ndryshme, mirë po jo të gjitha në një vend. Jo gjitha, nëse me fillu me 2 rasat gramatikore në nivelin e parë, kështu me radhë. Kështu që kisha ato ankesat prej tyre që po na pëlqen metoda mësimdhënies të gjitha, mirë po librat nuk po na përshtaten ose po janë shumë të rëndë për këtë nivel, për nivelin e parë. Për t'i kuptuar, po. Me atëherë, pata filluar që e shesha interesimin e tyre, edhe është përkeqardhje të shkojnë prej Kosovës, mos ta mësojnë nëse veç kanë dëshirë. Ka qenë një periudhë, ndoshta në fillim shumë intensive, kur gjithë kanë dalë në pauza ose kanë shkuar në pushime, unë është dash të ulem edhe të shkruaj, ta përgatis një orë, mandej të dytën, mandej të tretën, mandej 20 faqe deri u bën në 100 faqe, edhe mandej e publikova, e botova. Libri u shet shumë shpejt, u botua i dyti, u shet prap, tash është edicioni i tretë, edhe i kam arrit me 3 nivelet e para për momentin. 6 nivele janë për gjitha gjuhët e huaja. Tham kushtimisht për gjitha, se nuk është që kam informacione të përgjithshme, mirë po për shumicën janë 6 nivele. 3 nivelet e para janë të përgatitura, me të 3 të tjerat jam në proces e sipër. Dhe na shpjego pak kur e përmend disa gjuhë. Është e përkthyer? Jo. Apo është vetëm për anglisht? Punuar vetëm nga unë. Vetëm shqip. Jo, nuk është me anglisht. Librat e huaj zakonisht, nëse mëson dikush anglishtën ose mëson frëngjishtën, libri është vetëm në frëngjisht. Kështu që studentët nuk varen shumë në anglisht ose në gjuhë tjetër. Përkthimin e atij libri, po. Kështu që libri është vetëm shqip. Dhe e përmendet që fillimisht kur është botuar është shitur shumë shpejt. Po 500 kopjet e para janë shitur shumë shpejt. Dhe gjithë kanë qenë studentët e mi? Po, apo ka pasur edhe të